Kryeparlamentari Afrim Gashi bën apel për kujdes në deklarata, sidomos kur bëhet fjalë për çështje etnike, referuar deklaratave të kryetarit të gjykatës kushtetuese të dhëna së fundmi për qytetin e sigurt. Unë nuk hyj në deklarata të dhëna nga bartës të institucioneve, por mendoj se të gjithë duhet të kemi kujdes për deklarata që japim, sidomos nëse ato janë për çështje të brishta, për çështje etnike, sepse janë shumë të ndjeshme. Po ashtu kryeparlamentari Gashi kur u pyet për deklaratën e Kostadinovskit, i cili ka thënë se kuvendi nuk i kryen detyrat e saj ashtu siç duhet, Afrim Gashi u përgjigj se është mirë që secili të kujdeset për oborrin e vet. Secili bartës institucionit të kujdeset për institucionin e tij. Mundet të kujdesemi edhe për të tjerat, nëse kemi mundësi, secili le të sheh oborrin e vet, para se ta sheh të huajin, sepse nëse secili do të kujdeseshim për tonin, do të ishim më ndryshe. Gjykata kushtetuese vazhdimisht është ankuar për punën e kuvendit, për mos respektim të afateve kohore të caktuara nga kushtetuesja. Në një deklaratë të fundit, Kostadinovski ka thënë se kushtetuesja nuk do tolerojë më, siç e quajti ai, injorimin e vendimeve të tyre. Ndërkohë, paraprakisht në mospranimin e iniciativave të deputetëve të Aleancës së Selës dhe Taravarit për qytetin e sigurt, Kostadinovski kishte thënë se SMS porosit për qytetarët duhet të jenë vetëm në gjuhën maqedone dhe angleze, jo edhe në gjuhën shqipe.